Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të Shënjës së Peshorës. Uroj të jeni mirë. Do bëjmë leximin e radhës pas një pauze. Kisha një rast në familje dhe prandaj nuk kam arritur as të afrohem letrave. Të dashur, leximi juaj, të dashur peshor, leximi juaj është një histori për ngritjen pas dështimit, për pushimin e merituar pas betejës dhe për rikthimin në vlera që të japin forcë. Kjo shtrihje i flet për një peshore që ka provuar përpjekje të vazhdueshme, ka dhënë shumë nga vetja dhe tani është në një pikë ku i duhet të ndalojë, të rishikojë dhe të rikthej forcën e saj të mbrëmshme. 7 të gurit, të them siç quhet në këtë grup letrash, është një letër që tregon që ke investuar shumë në diçka, në dikë, mund të jetë një marrëdhënie, një projekt ose një përpjekje personale dhe ndihesh sikur nuk je shpërblyer me atë që meritoje. Kjo është lodhje nga një përpjekje që ka dhënë shumë pak fruta. Mesazhi i kësaj letre nuk e dështuar, thjesht ke mësuar se kjo rrugë nuk është për ty. Jepi fund fajit dhe fillo të mbjellësh në një tokë tjetër. Koha jote nuk është humbur, të dashur peshor, është pasurim për kapitullin tjetër. Shpeshherë them, të dashur peshor, që kur japim në diçka dhe nuk arrim të marrim atë çfarë duam apo të arrim qëllimet tona, nuk është e humbur. Ajo është një mësim që mund të marrim në si thotë dhe letra, në kapitullin tjetër. Do thotë asgjë nuk humbim. 4 të shpatës, pas gjithë kësaj betejë tregon lodhjen tënde. Është koha për paqe mendore, jo për të hequr dorë absolutisht kurrë asnjëherë, por për të rimarrë forcën tënde. Ti nuk mund të ndërtosh në një jetë të qëndrueshme kur je e lodhur shpirtërisht. Këshilla e kësaj letre ju thotë pusho, hiq presionin, lër energjinë të rrjedhë, vetëm në heshtje lind qartësia. Nuk është dobësi, është strategji, të dashur peshor. Dhe 6 të shkopive është victory, është fitore. Fitoria patjetër që do vi, por jo përmes luftës, të dashur peshor, së vazhdueshme. Ajo do të vi kur ti të zgjedhësh të kthehesh në vetvete, të pranosh atë që je dhe të mos përpiqesh më të justifikosh veten, as para vetes, as para dikujt tjetër. Mesazhi i kësaj letre është: do të jesh fitimtare, por këtë herë ndryshe, jo duke luftuar për miratimin e të tjerëve, të dashur peshor, por duke qëndruar e palëkundur në vlerën tënde. Dhe Hierophant apo krye peshkopi, mësimi që marrim nga gjitha këto. Kjo është koha për rikthim në parime, në urtësi dhe në vetbesim të thellë, të dashur peshor. Kjo letër këshillon, mjaft të dole nga vetja për të kënaqur të tjerët, rikthehu tek ajo që e di se është e drejtë për ty. Do thotë këshilla e kësaj letre nuk e nevojë për më shumë informacione, ke nevojë për besim tek ajo që tashmë e di, të dashur peshor. Ndoshta është koha të kërkosh ndihmë ose këshill të urtë, çfarëdo lloj nga dikush, por jo për të thënë çfarë të bësh, po për të rikujtuar çfarë di tashmë në thelb, të dashur peshor. Pra, leximi juaj tregon për që keni dhënë shumë në një drejtim që nuk ju ka shpërblyer. Tani është koha për pushim, një pushim pas gjithë kësaj lodhje, pas gjërave që nuk marrim, është një farë mënyre, është një farë zhgënjimi, absolutisht, por ky pushim të jetë reflektim dhe rigjenerim për ju. Fitoria absolutisht do të vi, por kur të kthesh forcën mbrapsht në vetvete, vlerat dhe urtësia jote janë busulla që do të nxjerrin nga kjo fazë. Nuk ka më nevojë të lodhesh për të vërtetuar, të dashur peshor, ti nuk je dështimi yt,
ti je fuqia që ringrihet më me shumë urtësi dhe më me pak zhurmë, të dashur peshor.